Shejtani është i lidhur në Ramadan. Pse po ndodhin probleme? Mos harroni o musliman që është një armik tjetër i insanit që shpesh njerëzit e harrojnë, e ai është më i keq se sa shejtani. E kush është ai? Thot Allahu Azza wa Jall për shejtanin: "Ya'murukum bis-su'." Shejtani ju urdhëron për të keq, veç kaq, ju urdhëron për të keq. E për atë tjetrin armik ka thënë: "Inna an-nafsa la'amaratun bis-su'." Nefsi urdhëron shumë për të keq. Nefsi është vetja jote. Shejtani veç urdhëron për të keq. Vetja jote urdhëron shumë për të keq, shumë më shumë se sa shejtani. Domethënë, vetja jote kujdes për tina, se të qetë në gropa më të mëdha se sa shejtani. Menjëmasia jote, arroganca jote, mosdia jote, mos sabri jot, mos durimi jot, mos respektimi jot i njerëzve, mos respektimi jot i krijesave tjera. Këtë këto janë vetja jote. Kështu që kape vetën për hunë edhe nalu thuj.